Allahu thot në Kur'an, ja ejuhel insanu, ma gharraka bi rabbika al-karim, o njeri, shiko, o njeri, ti krijes e Zotit Gjalla Gjalalu. Çka po të mashtron? Çka po të mashtron? Çka po të huton nga pendimi, nga kthimi tek Allahu te barekutaala? Pyetja ka bërë Allahu te barekutaala. Dhe dietarët kanë dhënë përgjigje. Ka thënë Allah po e mashtron hilmit. Ky emri Allahut po e mashtron. Jo që njënë Allah me këtë emën. Po realisht përjetimi i këtij emri në jetë përditshme i bën mashtru. Butësi Allahu Gjalla Xhelalu. Ata më katë natën, e Allah më nësën pas të me flajt mirë këndshëm. Subhanallah. Ata haram, e largë rrugës Allah Gjellewala, Allah më nësën prapë, dhe më thonë, me shiu shimin edhe me jetu këndshëm. Butësi Allah, a që kjo për i mashtrana, pëse mi but me juve? A fatizimi për i mashtrana? Pëse Allah Gjellewala po u akashtu afatin, ma në ju kep afat, nuk e dim në kur është afati përfundimtar, kur s'ka donë kja afat, me që vdekja është, s'ka denë sa afatit. Ku e din kur kime vdek? Del më në gjesë, a din që këthejesh? Pa me qëfar bazë, me qëfar siguri e shtyn ti pendimin, e shtyn këthimin, e shtyn namazin, e shtyn largimin nga harami, e shtyn bulesin, me qëfar bazë, me qëfar guximi, ku e ki sigurin për këtë? Nëse kuptojnë emnët el Halim, e dojmë Allah në Gjellë Gjellalu. Dhe nëzitojmë u pendu. Dhe nëzitojmë u krytë e ka Allahu të bartola. Ka sa Allahu Gjellë Gjellalu në japa fate. Të kër e shetë qysh Allahu Gjellalu japa fat një mëkatari thush. O Allah, sa i drua shumije. O Allah, sa i buti. O Allah, sa i mirje. Dhe kjo, të këthen ka vetja jute. Po adhonjëm një farlej zullum qari. E adhonjëm një farlej padrejti që bëj padrejsi. Spaku ka shi vetë vetës. E prapë Allahu më trajton me butësi e mirësi. Ali mos u merr me tjerët, merr mësim nga të tjerët, por ktheu ka vetvetja thush. E ti si ke reaguar në raport me emrin e Allahut El Halim? A ke nxituar të pendohesh? A ke shpejtuar të pendohesh? A ke respektu butësinë e Allahut ndaj teje? A ke qenë mirënjohës sa duhet kërshi kësaj butësie dhe kësaj përgdhelje hynore, këtij trajtimi kaq me kujdes kërshi teje? Që mos me dënu për çdo mëkat e lëshim që e bëjmë. Mos me të shkatërru për çdo neglizhencë apo krim që e bëjmë. Andaj, në ashtu dashuria, të respektojmë butësinë e Allahut te barekuta, të nxitojmë ka punë të mira,